Ministria e Arsimit dhe Sportit në bashkëpunim me Akademinë e Sigurisë së Ministrisë së Mbrojtjes, certifikuan 77 oficerë të rinj sigurie, që do të shërbejnë në institucionet e arsimit parauniversitar. Në ceremoninë e zhvilluar me këtë rast, Ministra Ogerta Manastirliu tha se këta oficerë do të shërbejnë në institucionet arsimore, duke garantuar më shumë siguri për nxënësit. Ajo që jemi duke bërë përgjatë gjithë punës sonë është fuqizimi i mekanizmave të parandalimit ndaj çdo forme të dhunës, ndaj bullizmit apo fenomeneve që ndikojnë negativisht në merritjen dhe zhvillimin e fëmijëve tanë. Jemi në momentin ku certifikojmë 77 oficerë të sigurisë, të cilët do të jenë pjesë e listës së kandidaturave për punësimin në shkollat tona, e ku menjëherë gjatë muajit qershor do të hapim një cikël të dytë të certifikimit nga Akademia e Sigurisë. Manastirliu u shpreh se numri i oficerëve të sigurisë do të rritet duke përfshirë për herë të parë edhe arsimin profesional. Përmes vendimit të fundit të qeverisë që ne kemi miratuar, kemi hapur rrugën rritjes së numrit të oficerëve të sigurisë në shkolla, duke vendosur që në shkollat të cilat kanë një numër më shumë se 900 nxënësish të kemi 2 oficerë të sigurisë, dhe në shkollat me të paktën 350 nxënës të kemi 1 oficer të sigurisë në shkollë. Ky raport përmirësohet, pra numër nxënësish për dhe oficerë të sigurisë për shkollë, dhe na siguron ne që nga një nivel i numrit të oficerëve të sigurisë në shkollë që sot e kemi rreth 270 oficerë të sigurisë, të kalojmë në 400 oficerë të sigurisë në shkolla. Duke përshëndetur 77 oficerët e rinj të certifikuar nga Akademia e Sigurisë, Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha tha se me paketën Siguria në shkolla, po ndërtohet një sistem ku arsimi cilësor dhe siguria ecin bashkë. Do të jemi dhe në vazhdim dhe në vijim për të ndjekur edhe rritjen e pagës së këtyre oficerëve të sigurisë për të përmbushur misionin e sigurisë në shkolla. Një nga projektet e qeverisë shqiptare është dhe projekti Smart City, të cilin neve kemi dhënë si zotim që do ta nënshkruajmë brenda vitit 2026 dhe zbatimi i tij do të fillojë shumë shpejt. Janë përmbushur të gjitha direktivat e qeverisë. Ky do të jetë edhe një gur themeli akoma më i madh për rritjen e sigurisë në shkolla. Në fund ministrat theksuan se teknologjia dhe inovacioni po bëhen pjesë e zgjidhjeve për rritjen e sigurisë në shkolla.